Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Më në fund një zgjidhje e thjeshtë dhe natyrale për të ulur sheqerin e lartë në gjak. Sheqeri i lartë në gjak mund të shkaktojë një mori efektesh anësore dhe me kalimin e kohës mund të çojë deri në diabet. Por ka disa mënyra për të menaxhuar nivelin e sheqerit dhe të shmangni disa ushqime në piknisjen e shëndetshme të dietës suaj. Pas ekspertëve, një regjim ushqimor që përbëhet nga ushqime të pasur me fibra, karbohidrate të shëndetshme dhe të papërpunuara, peshk dhe yndyra të shëndetshme këshillohet për ata me sheqer të lartë të gjakut. Për sa i përket ushqimeve që duhet të shmangen, këtu përfshihen ushqimet e pasur me sheqer të shtuar dhe karbohidrate të rafinuara. Lista e ushqimeve më të këqija që këshillohet të shmanget nga dieta juaj janë këto. Duhet i evitoni këto ushqime nga dieta juaj për të menaxhuar më mirë sheqerin në gjak. Pra, me fjalë të thjeshta, reduktoni konsumin e tyre dhe mos i shtoni në dietën tuaj. Mos konsumoni ëmbëlsues natyral. Disa njerëz përpiqen të shmangin sheqerin e bardhë dhe të krijojnë diçka më natyrale si mjalti. Fatkeqësisht, edhe pse këto burime të sheqerit janë më të natyrshme se sheqeri i bardhë i rafinuar, ato mund të shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak. Pra, në vend që të kërkoni mjalt dhe alternativa të tjera, provoni një ëmbëlsues me 0 kalori. Ushqimet e skuqura. Ngrënia e ushqimeve të skuqura mund të shkaktojë rritje të niveleve të glukozës në gjak. Këto lloj ushqimesh, shpesh të mbushur me yndyrë jo të mirë, për shkak të vajit që përdoret mund të çojë në një tepritje të sheqerit në gjak. Ushqimi i skuqur mund të rrisë gjithashtu rrezikun e kolesterolit të lartë, shtimin në peshë dhe zhvillimin e diabetit të tipit 2. Patatet. Patatet mund të mos jenë ushqimi më i mirë për sheqerin në gjak. Megjithatë, ju nuk duhet i shmangni plotësisht këto ushqime, por preferohet kombinimi me disa ushqime të pasur me fibra ose proteina, të cilat ndihmojnë në balancimin e sheqerit. Ushqimet e larta në yndyra të pashëndetshme. Ato mund të ndikojnë në drejt për së drejti në nivelin e sheqerit sepse insulina është një nga hormonet më të rëndësishme në rregullimin e niveleve të glukozës në gjak, citojnë ekspertët. Kosi i frutave. Këto produkte që mund t'i gjeni në raftet e marketeve, edhe pse në duket të shëndetshme në të vërtetë, përmbajnë sheqer dhe nuk kanë të njëjtat vlera si një kos shtëpie, të cilat mund t'i shtoni frutat tuaja të preferuara të stinës. Lëngjet e frutave gjithashtu mund të ndikojnë në rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Fibra dietike, ashtu dhe proteina që ndihmojnë në balancimin e sheqerit në gjak, nuk mund të gjenden me shumicë në lëngjet e frutave. Për më tepër, shumë nga këto lëngje që shiten në ushqimore janë të pasur me karbohidrate, të cilat do të rrisin më shumë sheqerin tuaj të lartë në gjak. Në vend të kësaj, përdorni qumësht, kos ose edhe kefir, dhe shtoni një burim fibrash si frutat e freskëta ose të ngrira, plus disa aror dhe fara si ato chia dhe ato të lirit. Ju mund të shtoni edhe një lugë gjedhe me gjalp kikiriku ose plur proteinash për të mbajtur sheqerin në gjak më të qëndrueshëm. Karbohidratet e përpunuara. Këtu përfshihet buka e bardhë, orizje e bardhë, patate dhe ushqime të lehta si patatina dhe të tjera. Sidoqoftë, nuk keni nevojë të përjashtoni plotësisht ato. Për të ulur ndikimin e tyre, kombinoni me ushqime të pasur me proteinë dhe me fibër. Drithrat me sheqer. Disa drithra mund të jenë të larta në karbohidrate dhe mungojnë në fibrat dietike dhe proteinat, dy lëndë ushqyese që mbajnë sheqerin e gjak të qëndrueshëm dhe nën kontroll. Karamelet dhe ëmbëlsirat. Fatkeqësisht, nëse sheqeri në gjak është i lartë, gjëja e fundit që duhet të bëni është të konsumoni një grusht me karamele. Përveç se çfarë lloj karamelesh, ato ëmbëlsira zgjidhen gjithashtu edhe si dëmtues të drejtpërdrejtë të shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që të evitoni këto produkte ushqyese nga dieta juaj për të evituar kështu edhe luhatjet e sheqerit në gjak. Sheqeri është burimi kryesor i energjisë së trupit të njeriut, prandaj ju nuk mund të mbijetoni dot pa të. Ai luan një rol pjesë të rëndësishme në mirëqenien e përgjithshme dhe kur pëson luhatje, shëndeti juaj rrezikohet dhe preket nga sëmundjet e zemrës, veshkave dhe goditja në tru. Simptomat e sheqerit lartë në gjak mund të variojnë nga të lehta deri te shenjat të cilat nuk mund t'i injoroni dot. Por çfarë duhet të dini për sheqerin në gjak? Hiperglicemia ose niveli i lartë i glukozës në gjak shkaktohet kur ka shumë sheqer në gjak. Kjo ndodh kur trupi juaj ka shumë më pak insulinë ose nuk e përdor insulinën si duhet.
Gjendja lidhet shpesh me diabetin. Kur sheqeri në gjak konsiderohet tepër i lartë, duhet të shkoni tek mjeku për një trajtim të specializuar. Nëse nivelet e sheqerit qëndrojnë në të larta për një kohë të gjatë, enët tuaja të gjaku përgjegjëse për dërgimin e gjakut në organe të tilla si zemra dhe veshkat do të dëmtohen. Jo të gjithë do të vërejnë në shenja të sheqerit të lartë në gjak. Disa nga simptomat si lodhja ose shtimi i etjes mund të zhvillohen ngadalë dhe ju mund të mos e kuptoni. Por cilat janë shenjat e para të cilat tregojnë sheqerin e lartë në gjak? Ndjenja e lodhjes. Trupi nuk është në gjendje të përdorë sheqerin e tepërt për ushqyerje dhe trupi juaj ka nevojë për aktivitet shtesë, urinim ose etje e shtuar. Kjo shenjë shfaqet pas veshkave që nuk janë në gjendje të filtrojnë sheqerin e tepërt në gjak. Për këtë arsye, rritet edhe shpeshtësia e urinimit dhe ju rrezikoheni të dehidratoheni. Humbje në peshë. Kjo ndodh sepse nuk ka insulinë të mjaftueshme për të përgjigjur glukozës së tepërt në trup. Në këtë pikë trupi përdor glukozën e ruajtur dhe muskujt tuaj do të furnizohen me energji. Ndryshimet në shikim. Nivelet e larta të glukozës mund të rrisin sasinë e enëve të gjakut që formohen pas syrit pranë retinës dhe kjo është e dëmshme dhe mund të rrisë rrezikun për të verbuar. Mpirje dhe ndjesi shpimi. Mund të ndodhë në dëmtime të nervit të njohur si neuropati, i cili shfaqet edhe me mpirje ose dhe me shpime gjilpër në gishta ose edhe në këmbët tuaja. Nëse vëreni këto shenja, atëherë duhet të paraqiteni tek mjeku për një trajtim më të specializuar. Fluatit e forta të sheqerit në gjak mund të ndikojnë gjithashtu edhe në bazë të aktiviteteve tuaja të përditshme. Prandaj duhet të tregojeni të vëmendshëm me ushqyerjen tuaj dhe mbi të gjitha të reduktoni edhe konsumin e ushqimeve jo të shëndetshme. Vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjendjen tuaj ushqyese dhe të mbani nën kontroll edhe problemet e tij. Duhet të dini se luhatit e sheqerit në gjak mund të ndikohen nga faktorë të ndryshëm, prandaj zgjedhja e ushqimeve të duhura dhe menaxhimi i dietës suaj do të përbëjë një piknisje më të mirë edhe në menaxhimin e këtyre shqetësimeve. Me ndihmën e këtyre 5 mënyrave mund të rregulloni sheqerin në gjak dhe të thellësajt. Ushtrime të rregullta. Për shkak se trupi juaj përdor glukozën për energji, stërvitja e rregullt është një nga mënyrat më të mira për të mbajtur nivele të shëndetshme të sheqerit në gjak, citon Markeze. Aktivitete të tilla si ecja, ngritja e peshave, ciklizmi ose noti përdorin sheqerin në gjak për të gjeneruar energji të nevojshme për kontraktimet e muskujve. Këto aktivitete bëjnë trupin tuaj më të ndjeshëm ndaj insulinës dhe ndihmojnë mëtej me kontrollin e peshës, gjë që mund të ndihmojë në mënyrë të ngjashme edhe me sheqerin e qëndrueshëm. Rrisni marrjen e fibrave. Fibrat ngadalësojnë thithjen e përthithjes së sheqerit dhe trajtimin e problemeve të ngjashme. Këto zvogëlojnë rrezikun e rritjes së papritur të sheqerit në gjak pas një vakti. Rritja graduale e sheqerit në gjak i lejon trupit tuaj më shumë kohë për të përgjigjur insulinës. Domethënë vetëm forma e tretshme e fibrave ndikon pozitivisht në menaxhimin e sheqerit në gjak, pohon eksperti. Ju mund të rrisni marrjen e fibrave të tretshme dhe të përmirësoni menaxhimin e sheqerit në gjak duke ngrënë më shumë fruta, perime bishtajore dhe drithra. Rekomandimet ditore të fibrave janë 14 gram për 1000 kalori. Hani porcione më të vogla. Vaktet e mëdha prirën të shkaktojnë rritje të sheqerit në gjak, citon Markeze. Megjithatë, bëni më të vështirën e trupit dhe nënvizoni edhe ushqimet të cilat ndikojnë në përkeçësimin e tij, duke i evituar ato, dhe hani porcione të vogla dhe më shpesh gjatë ditës për të evituar luhatjet. Shkurtoni karbohidratet. Karbohidratet ndikojnë me sheqerin në gjak më shumë në shumicën e ushqyesve të tjerë dhe mund të ulin efektivitetin e insulinës. Ngrënia e shumë karbohidrateve përmbyt gjakun tuaj me nivele të larta glukoze dhe mund të kufizojë aftësinë e trupit për të uri më këmbur dhe për të riparuar nivelet e shëndetshme të sheqerit në gjak. Nëse gjendja juaj është kritike, ndiqni këshillat e mjekut dhe mbi të gjitha, mos neglizhoni asnjëherë konsultat me të. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.